Sky Expressi sapo bëri një shërbim të botës së tretë, një turp për mendimin tim, kjo që ndodhi para 2 javësh në aeroport. Më lejoni t'ua them. Do ju ndaj një situatë që ndodhi para 2 javësh. 2 vajza nga Indonezia, të cilat ishin në Shqipëri për pak kohë, po ktheheshin në shtëpinë e tyre në Indonezi. Kishin bler një bilet me ata të këqin të Sky Expressit për në Athinë, një bilet tjetër për në Singapur dhe një për në Indonezi, për të vajtur lirë e mirë në vendin e tyre. Gjitha dokumentat e kishin në rregull, pasaportën në rregull, biletat e kishin që të treja, 2 vajza me nga 3 bileta. Por në aeroport këtu, në Tiranë, Sky Expressi nuk i lejoi të hipin në avion. Arsyeja ishte që stafi nuk e shikonte në sistem biletën e dytë, edhe të tretën, edhe pse vajzat e kishin dorë atje të printuar dhe ua dërguam të gjitha provat, u tham shiko ku e keni, nuk doni ta shikoni fare. Jo, në sistemin tim, ti me Sky Express vete deri në Athinë, thoshte, dhe nuk del dot nga Athina sepse ti atë duhet vizë për në Schengen. Nuk duam vizë për në Schengen se nuk do zbresim, unë se shikoj në kompjuterin tim ç'më duhet mua. Kërkova që të merrja unë telefon ti shpjegoja. U dërguam email, u kemi shpjeguar gjithçka, akoma po presim përgjigje për rimbursim nga Sky Express. Ka bërgjë, nuk i lejuan. Qanin vajzat këtu, edhe pyetën po hotelin, po në gjë, po në një rimbursim. Hiç fare, asnjë përgjigje, bëni çfarë doni, tha, ç'më duhet mua, tha. Në fundit u lejoi të hipni nami të bëni, tha. Ndërkohë që ja ku i keni dhe me të drejtat tuaja për pasagjerë, për vonesat e fluturimeve, për anullimet, për mohimin e hipjes në bord, në këtë rast mohimi i hipjes në bord, thotë tu me 600 euro edhe njërën tjetër, jo ato, po as hoteli nuk u gjetën ç'më duhet mua, tha, nuk pranonin as me viva voce të flisnin telefon. U kërkova që të na jepin të dokumentuar në letër, nuk i pranojnë për këtë gjë, që të jepin dhe nuk na e dhanë as atë gjë. I dashur Sky Express, ajo që kërkojmë është rimbursimi biletave të mëpasme, që ato morën për në Indonezi, që u aprem ne 1400 euro 2 vajza për në Indonezi. Rimbursimin e hotelit 2 net 40 euro, le ushqimin njërën tjetër në stresin edhe gjitha ato. Dhe sipas ligjeve të cilave ju e keni hapur kompaninë dhe duhet i bindeni këtyre ligjeve, kompensimi deri 600 euro për secilën nga ato vajzat, sepse i lat për jashta, i lat duke qarë këtu, jo vetëm nuk gjetët zgjidhje, po bënit në mënyrë ata arrogante, as nuk tregonit kush ishit me emër, as nuk e dat me shkrim asgjë. Turp të vi për këto lëvizje, unë mendoj se ju keni shkelur kushtetutën shqiptare, neni 37, që ti nuk mund ndalosh asnjëri të dal nga Shqipëria se për ndryshe është diktaturë. Mendoj se keni shkelur ligjet internacionale, të cilat nuk mund ndalosh një njeri që të iki në shtetin e tij dhe ato po ktheheshin në Indonezi dhe i kishin të treja biletat, dhe mendoj se keni shkelur gjithashtu dhe rregullat e Schengenit dhe të Europës, të cilat ju nuk mund ndaloni dikët të bëjt tranzit, ndërkohë që ajo bënte tranzit në Athinë dhe tranzita lejohet. Unë mora në telefon ambasadën e Grekut, tha ne nuk kemi dorë në Shqipëri, në ambasadën e Tajlandës në Greqi, ne nuk kemi dorë në Shqipëri sepse këtu s'kan ambasadë ata dhe nuk kemi ç'të bëjmë, ato nuk pranonin të flisin telefon. Për mendimin tim, kjo është gjëja më e keq që keni bërë. U kemi dërguar email, na thatë ja po e shqyrtojmë një herë, po e shqyrtojmë 2 herë, s'keni bërë asgjë. Kjo video nuk është një sulm, nuk dua konflikt me askënd, as me Sky Expressin. Dua që ta zgjidhni këtë dhe t'u ktheni vajzave paratë e fluturimit dhe kompensimin e tyre. Ju lutem, bëni gjën e drejtë atë që duhet bërë. Faleminderit dhe na trajtoni mirë.